Ministria për Europën dhe Punët e Jashtme ka bërë të ditur se po ndjek me prioritet situatën e sigurisë së shtetësve shqiptar në Izrael pas zhvillimeve të fundit të përshkallëzuara në rajon. Sipas njoftimit zyrtar, deri më tani nuk është raportuar asnjë qytetar shqiptar i lënduar apo i dëmtuar. Aktualisht në Izrael ndodhen 5 shtetas shqiptar, 3 me statusin turist dhe 2 me qëndrim të përkohshëm. Ministria për Europën dhe Punët e Jashtme po ndjek me prioritet dhe vëmendje të veçantë situatën e shtetasve shqiptar në Izrael të prekur nga zhvillimet e fundit. Deri tani nuk ka asnjë raportim për qytetarët shqiptar të lënduar apo të dëmtuar. Aktualisht janë evidentuar 5 shtetas shqiptar në Izrael, 3 me statusin turist dhe 2 me qëndrim të përkohshëm. Ambasada jo në Tel Aviv është në kontakt të vazhdueshëm me ta. Të gjithë janë në gjendje të mirë shëndetësore, janë të informuar dhe po ndjekin udhëzimet e sigurta të autoriteteve izraelite. Njoftojmë se për shkak të situatës fluturimet janë ndërprer. Për çdo informacion shtesë dhe nevojë emergjence, lutemi të kontaktoni ambasadën shqiptare në Tel Aviv, shkruhet në njoftimin e Ministrisë për Europën dhe Punët e Jashtme.